përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, nisim së bashku programin e drekës, ju njoh fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Pasi hetimet u zgjatën me 3 muaj, Belinda Balluku është rritur të paraqitet në SPAK për t'u komunikuar vendimin ditën e premte. 2 muaj rezistencë në shesh, shqiptarët bëjnë histori sot dita e 60 e protestës për dorëheqjen e kryeministrit. Po fluturonte me avion privat mbi një central bërthamore, arrestohet në Francë i kërkuari nga SPAK për dosjen e akshit Ermal Beqiraj. Partia Demokratike çon në gjykatën kushtetuese marrëveshjen ushtarake me SBA-n nga zëvendëbardhi rendit 7 shkeljet. Reforma territoriale birën Këshilli i Europës kundër skenareve të qeverisë për centralizimin e pushtetit vendor. Vala e të nxehtit përfshin të gjithë vendin, temperaturat shkojnë deri në 40 gradë. Japonia në garë me kohën për të shpëtuar jetë njerëzish nën rrënojat e tërmetit, deri më tani 13 persona të vdekur. Rinisin luftimet mes SBA-s dhe Iranit, Teherani lëshon raketa balistike ndaj forcave amerikane, rritet të çmimi i naftës. Pasi prokuroria e posaçme ka zgjatur edhe me 3 muaj të tjera fatin e hetimeve për ish-zëvendës kryeministre Belinda Balluku, e cila dyshohet për korrupsion, pastrim parash dhe shkelje barazie në tendera në disa episode, të premten ajo duhet të paraqitet në SPAK. Sot Erald Delezit, ish drejtori të Kesh dhe Gentian Gjylit, ish drejtori të përgjithshëm të Autoritetit Rrugor Shqiptar, të dy të besuar të Belinda Ballukut, ju është komunikuar vendimi për zgjatjen e afateve, ndërsa Ballukut i komunikohet të premten. Sipas ligjit, afatet janë zgjatur edhe me 3 muaj të tjerë, pasi prokurorët e posaçëm argumentojnë se ju nevojitet kohë për të kryer veprime të tjera hetimore në funksion të çështjes që konsiderohet komplekse për shkak se bëhet fjalë për një numër të lartë tenderash që janë duke u verifikuar. Belinda Balluku është e panderur nga SPAK për tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe nën hetim për të gjitha lotet e Unazës së Madhe të Tiranës. Së fundmi ndaj saj janë ngritur edhe akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave, si dhe i është sekuestruar një vilë luksoze në Dërmi që SPAK dyshon se është pasuri e fshehur e saj dhe që e ka përfituar si rrushfet kur drejtonte Alp Kontrollin. Ndaj ish-ministres të infrastrukturës janë në fuqi 2 masa sigurie, ndalim për të dalë jashtë vendit dhe pezullim nga ushtrimi i funksioneve. Premtime të pambajtura, besë shkelur dhe në përkëmbje simboleve kombëtare, këto ishin akuzat ndaj kryeministrit Rama, që protestuesit të renditën në ditën e 59 revoltës popullore që vijon pa u ndalur me kërkesën kryesore dorëheqjen e tij. Kritika të forta pati edhe për mungesën e proporcionalitetit të reagimit të policisë ndaj protestuesve përpara parlamentit për fshirë këtu kërcënimet me mjete prerëse. Në ditën e 59 radhazit të protestës që kërkon dorëheqjen e kryeministrit Rama, qytetarët që fillimisht u mblodhen në sheshin Skënderbej kanë treguar arsyet pse janë në protestë dhe arsyet që i çojnë në revoltë. Kur një zonjë u vra nga bashkëshorti i saj, drejtori i policisë zgjodhi të fliste për bed review dhe jo për zonjën. Këtë nesërmen, një zonjë tjetër u plagos me thik nga bashkëshorti i saj dhe po prap nuk zgjodhi të flasë askush. E kam prit që do ketë rezistencë, e kam prit që do ketë vazhdimsi, tani ka shku atje ku nuk mban më, është kalua masa në gjithë shka, në vjedhje, në shkatërim, në vjedhje prone, në degradim shëndetësie, në degradimin e bujqësisë, në degradimin e sistemit arsimor, degradimin e sigurisë pronës. Jo pa ironi, qytetarët folën edhe për besën që ju kërkoi kryeministri. Besë pa besit nuk jep kush. Kush a burr, besë pa besit nuk jep. Në familje me qenë me mrejnë, për dytën s'ka mo. Rama s'ka besë për i meje, i mi vjetë. Mund të kërkoj besë, dikush i cili ka pren besë, sidomos socialistët njëherë, e pastaj gjithë shqiptarët. Betonizimin e zonave të mbrojtura, investitorët strategjik, për arsimin e lartë, për shëndetësinë, për PPP-rat, koncesionet. Janë gjitha këto cilët kanë bërë që shqiptarët mos ta besojnë më një kryeministër i cili tashmë është totalisht i pabesueshëm dhe i delegitimueshëm. Kritika të forta pati për mungesën e proporcionalitetit të reagimit të policisë ndaj protestuesve para parlamentit, përfshirë kërcënimet me mjete prerëse. Po atë shqetësueshme ishte edhe prania një numri të madh
personash civil të pa identifikuar që vepronin në terren gjatë protestës. Më e rrezikshmja ishte ngjarja ku një prej këtyre personave dhori një mjet prerës në dukje si thik dhe ju afrua protestuesve në një tentativë për t'i kërcënuar dhe sulmuar. Në sheshin para kryeministrisë ku për 2 muaj mbahen fjalimet e revoltës popullore, kontrata me qeverinë Rama simbolikisht u delegitimua. Ne e kemi delegitimizuar kontratën e kryeministrit. Dhe deputetët që janë si autopilot. Mjeku Ermal Pasha i kritikoi institucionet dhe veshët e shurdhër duke kërkuar qëndres. 59 ditë stres, 59 ditë vap, tharje buzës, pike ujtë që mungon. Duhet të vazhdojmë se këtu nuk ka një vesh që të dëgjoj për ne. Nuk ka asnjë institucion që të dëgjoj fjalët tona, që të respektoj dignitetin e këtij populli. Legitimiteti i këtij të forti vjen për shkak të djersës dhe gjakut që kanë derdhur shqiptar. Dhe ne e kemi në dorë ta heqim këtë ujitje për atë pimë të keqe. Tradhtitë e partive dhe kastës politike në 36 vite u numëruan sërish në shesh. Na kanë shqit, na kanë vjen, na kanë tradhtu, na kanë kërcëtu. E si mos me maftu asnjë nga këto, tash tu në manovra. Premtimet e pambajtura erdhën në vëmendje me revoltin e viteve të gjata e nëpërkombjes nëpër mandate e fushata elektorale. Si një paralajmërim, protesta nxori në pa mënyrën se si Rama i merr simbolet kombëtare dhe i përdhos. Edi Rama zgjodhi në 2013 të përdhoste rilindjen dhe rilindasit. Sot Edi Rama po tenton të përdhos pesë. A ishim në pesën tënde në 2013 kur pasi premtove legalizim, prishe qindra e mira objekte. Në 2008, kur bashkë me Sali Berishën, mbylle sistemin zgjedhor dhe i pamundsove shqiptarëve të zgjedhin. Një thirrje e qartë që dërgua të rinjve dhe gjeneratës Z, që janë jo vetëm fryma e protestës, por edhe suksesi i revolucionit të flamingove. Në qoftë se kjo protestë vazhdoj, ata 2 universiteti nuk do të hapin shtator pa ikur qepësirat e fundit të Kikondi. Edvin dhe Sali Berisha nuk do të mahen mënd për asnjë gjë. Pas fjalimeve, protesta e 59 vijoi me marshimin në qytet, me thirrje që vënë në dukje krime, abuzime, korrupsion, ndaj edhe kërkesat e protestuesve u thanë me zë të lartë, duke i kërkuar SPAK-ut të gjejë rrugën drejt Ramës. Pandëshkueshmëria avion të mbetet një nga problemet kryesore në Shqipëri sipas raportit OSAK, strukturë lidhur me Departamentin Amerikan të Shtetit. Raporti komentoi edhe protestat kundër projektit të planifikuar të resortit turistik në Sazan, të cilat nënvizuan se nisën si demonstrata me karakter mjedisor, po më pas morën për masa kombëtare dhe u shndërruan në protesta kundër korrupsionit qeveritar. Raporti i sigurisë për Shqipërinë i publikuar nga Overseas Security Advisory Council, OSAC, një strukturë e Departamentit Amerikan të Shtetit që harton vlerësimet të sigurisë për qytetarët dhe bizneset amerikane jashtë vendit, komentojnë ndër të tjera edhe protestat kundër projektit të planifikuar të resortit turistik në Sazan, të cilat nënvizon se nisën si demonstrata me karakter mjedisor, por më pas morën për masa kombëtare dhe u shndërruan në protesta kundër korrupsionit qeveritar. Në vitin 2026, protestat të mëdha kishin në shënjestër një projekt turistik luksoz në ishullin e Sazanit. Tubimet filluan si demonstrata lokale mjedisore, por kur policia i shpërndau këto tubime, mira shqiptar dolën në rrugë në qytetet kryesore. Protestat u rritën duke përfshirë thirrje kundër korrupsionit qeveritar dhe disa prej tyre u bën të dhunshme. Raporti përfshin këtë zhvillim në analizën e tij mbi stabilitetin politik dhe sigurinë në Shqipëri, duke e cilësuar si një nga ngjarjet më domethënëse të vitit 2026. Përtej zhvillimeve politike, raporti evidenton se kërcënimi kryesor për vizitorët në Shqipëri vazhdon të jetë kriminaliteti. Sipas OSAK, kriminaliteti u rrit me rreth 17% gjatë vitit 2025, me ndikimin më të madh nga krimet e lidhura me trafikun e drogës, mashtrimet dhe veprat penale që përfshin armët. Raporti thekson se Shqipëria vazhdon të ketë një prani të konsiderueshme të krimit organizuar,
Dokumenti përshkruan ekzistencën e rrjeteve kriminale të përfshira në trafik droge, pastrim parash, trafikim qenies njerëzore, zhvatje, prostitucion dhe korrupsion. Raporti vlerëson se korrupsioni në administratë, drejtësi dhe prokurime publike, mungesa transparencës, si dhe ndikimi i interesave të fuqishme politike dhe ekonomike, vazhdojnë të konsiderohen pengesa serioze për forcimin e shtetit së drejtës, pa ndëshkueshmëria sipas raportit mbetet një problem serioz. Ne ndërpresim pasi do të shkojmë live në këtë moment në Partinë Demokratike për të ndjekur denoncimin e radhës që vjen nga nënkryetari Belind Kolliçi. Për taksapaguesit shqiptar dhe një lajm i keq për Edi Ramën dhe bandën e tij, të cilëve po shtrëngohet laku. Ermal Beqiri, në emër të kryeministrit, ka kryer pengmarrje, shantazhe, vjedhje parash dhe dhënave personale, duke e kthyer një institucion publik të shtetit në një kuplara sekrete të sektit të rilindjes. Partia Demokratike përshëndet Gjandarmërinë dhe forcat e hapësirës ajrore franceze, që arrestuan kriminalin Beqiri, një armik jo vetëm të Shqipërisë, por tashmë edhe të shtetit francez. Ne nuk mund të rrim pa vënë re dhe një rasti apo ironi të gjërave. Janë gjithmonë shërbimet e huaja që kryejnë ndjekjen, hapin dosjet dhe bëjnë arrestimin e kriminalëve shqiptar. Kjo shpjegon shumë ose për paaftësinë, ose për korruptimin e institucioneve të sigurisë shqiptare, që janë kthyer në anekse të pushtetit dhe jo më në zyra të shtetit shqiptar. Ermal Beqiri nuk duhet jap llogari vetëm për qindra milion euro të grabitura nga qytetarët shqiptar, jo vetëm për pengmarrjen e Daniel Shimës, jo vetëm për skemat që e bëjnë atë qartësisht një antar të denjë të një organizate të strukturuar kriminale, por edhe për përdorimin bashkë me Edi Ramën të dhënave qytetarëve shqiptar për sistemin e patronazhimit e shumë afera tjera. SPAK, në fakt, po bën sikur po e heton shtetasin Ermal Beqiri dhe nuk po heton as pak padronin e tij Edi Rama. Dhe çdo hetim që nuk çon tek padrinoja, ashtu si shumë të tjerë, është punë gjysmake, mosbardhje e të vërtetës dhe mosvendosje e drejtësisë në vend. Ermal Beqiri u arrestua teksa pilotonte avionin e tij personal, që është në fakt pikërisht ky avion që shihni në ekran, që mbart logon Soft Solution. Ky avion që shihni në këtë ekran është në pronësi të kompanisë Fly Solution, të regjistruar nga shtetasi Ermal Beqiri në Sloveni. Foto që do të shihni tashi në ekran është fotoja e websajtit Fly Solution, ju lutem kalojmë ke websajti, e cila tregon edhe pronësinë që ka Ermal Beqiri mbi jo vetëm një, po 2 avion. Ky është webi flysolution.si dhe nëse shihni, kodet janë të tillë DA20NG, është avioni i parë, the plane that takes you everywhere, avioni që të çon kudo, dhe avioni i dytë, DA62, është avioni i dytë dhe që shkruan stability and luxury for your destination, stabilitet dhe luks për destinacionet tuaja. Fly Solution si kompani, the sky is yours. Një lloj si Tony Montana, the world is yours, dikur, në filmat e famshëm hollywoodian, qielli është i juaj, thot Ermal Beqiri, nga webi i tij personal, dhe ky është avioni tjetër i kësaj kompanie. Nëse SPAK, nderuar qytetar, do të kishte kryer detyrën dhe do të kishte bashkëpunuar me autoritetet slovene, kjo kompani që sapo ju treguam dhe avionet e saj do të ishin vënë prej kohësh në sekuestro dhe nuk do të përdoreshin dot nga një person i shpallur në kërkim ndërkombëtar si Ermal Beqiri, as për fluturimet e tij personale dhe as për transport të kush e di se çfarë tjetër. Logjika është fare e thjeshtë. Është pikërisht SPAK, autoriteti që ka lejuar shtetasin Ermal Beqiri të lëvizë lirshëm dhe të përdor asetet e blera me parat e vjedhura nga qytetarët më të varfër të Europës. Ndërkohë, Ermal Beqiri duhet hetuar jo vetëm si një kriminal lokal dhe ushtar i Edi Ramës, por edhe si një agent ndërkombëtar. Dyshimi i forcave ajrore franceze se fluturimi i tij mbi një central të energjisë bërthamore në kuota më të ulta se sa lejohet,
nuk mund të jetë një gabim i radhës. Edi Rama e ka dëshmuar prirjen dhe shihen e sëmurë dhe të theksuar për kartelet, për ish shefat e shërbimeve sekrete me të kaluar të dyshimt, për krye agentët që tradhtojnë vendet e tyre, siç ka qenë dhe rasti i mikut të tij të ngushtë, Charles McGonigal. Fakti që Ermal Beqiri është një agent i Edi Ramës fillimisht dhe ky i fundit është një kryeministër i një vendi antar të NATO-s e bën çështjen dhe hetimin edhe më emergjent, edhe më të rëndësishëm. Në fund, nuk mund të lë pa përmendur protestuesit. Ata herojnë që prej 60 ditësh, plot 2 muajsh, rezistojnë në Tiranë pavarësisht temperaturave të larta, gazit e lmues dhe dhunës së Edi Ramës me narkopolicinë e tij. Të dashur miq, sa herë që dilni në protest, kujtohuni se dilni kundër njerëzve si Ermal Beqiri, bashkëpunëtorëve të Edi Ramës, tradhtarëve të Shqipërisë, që pasi u vjedhin, vjen gjoja në ndjekje dhe kapen me avion privat duke shijuar parat që u kanë vjedhur pikërisht ju dhe fëmijëve tuaj. Prandaj sot, thirrja juaj vjen më shumë se kur e fortë dhe e fuqishme në çdo cep të Shqipërisë, dhe ajo nuk duhet ndalet për as edhe një çast. Rama jepe dorëheqjen. Ju faleminderit. Ndojshëm zotin Belind Këlliç, në fakt, Ermal Beqira, i krau i djathi Ergjys Agasit, i shpallur në kërkim ndërkombëtar si pjesë e dosjes hetimore në lidhje me akshin, siç dihet është arrestuar në Francë në kuadër të bashkëpunimit nëpërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Lyon. Momentin e ndalimit, Beqira i po fluturonte me një avion civil mbi një central bërthamor në Francë, akt që ka alarmuar autoritetet vendase. Sot ai pritet të dalë në gjykatën franceze dhe më pas pritet ekstradimi i tij për në Shqipëri. Ermal Beqiri, shumë kërkuar për aferën e akshit, u arrestua në qytetin Amiens të Francës. 44 vjeçari u pikas fillimisht nga forcat ajrore dhe të hapësirës së Francës, duke fluturuar me një avion të lehtë mbi centralin bërthamor të Pentli. Ai u shoqërua nga forcat ajrore franceze deri në aeroportin Albert, ku aty u ndalua nga policia për t'u marrë në pyetje. Mediat franceze raportuan se në momentin e ndalimit pilotit shqiptar ju gjitën 3 AirTag. Gjatë marrjes në pyetje, piloti shqiptar deklaroi se ulja kishte qenë e paqëllimshme, për shkak se në ato momente ishte duke biseduar me nënën e tij në telefon. Por përgjigjet e tij krijuan dyshimet e policia dhe për këtë arsye, pasi u komunikua me palën shqiptare, u vendos arrestimi për shkak se rezultoi i shumë kërkuari Ermal Beqiri. Sipas policisë së shtetit që reagoi mbrëmjen e së martës me një njoftim zyrtar, Beqiri u vendos në paraburgim dhe pritet që këtë të mërkur të dalë para gjykatës penale të Amiens, ku do t'i komunikohet zyrtarisht kërkimin ndërkombëtar ndaj tij në funksion të procedurave për ekstradimin drejt Shqipërisë. Ermal Beqiri akuzohet për veprat penale, heqje e palishme e lirisë, konkurrenca e palishme nëpërmjet dhunës, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankante publike, grup i strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal, si dhe pastrimi i produkteve të veprës penale. Ermal Beqiri akuzohet se në bashkëpunim me Ergjys Agasin krijuan një grup të strukturuar kriminal brenda akshit dhe urdhëronin rrëmbimin e biznesmenëve që të tërhiqeshin nga tenderat. Kompanitë e Beqirit dyshohet të kenë fituar tendera në vlerë miliona euro. Për aferën e akshit është në hetim ish drejtoresha Mirlinda Karçanaj, ish zëvendës drejtoresha Hava Delibashi, disa biznesmen dhe zyrtar policie. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt, flasim për të tjera zhvillime. Partia Demokratike kundërshton në gjykatën kushtetuese të procedurës parlamentare të ndjekur në miratimin e marrëveshjes së UHAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është kreu i grupit parlamentar Demokrat Bardhi, i cili thotë se opozita nuk është kundër marrëveshjes, por të 7 shkeljeve të kushtetutës. Ai njofton se për këtë padi ka njoftuar edhe ambasadën amerikane në Tiranë. Për Partinë Demokratike, procedura ndjekur në parlament për miratimin e marrëveshjes UAS prej $302 milion me Shtetet e Bashkuara është antikushtetuese. Nuk mund pranojmë kurrë që një marrëveshje me aleatin ton kryesor strategjik
të ketë hije dhe vese antikushtetueshmërie. Dhe përpasoj është drejtuar gjykatës kushtetuese me një padi, kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi deklaroi se opozita mbështet marrëveshjen, por nuk pajtohet me shkeljen e kushtetutës në procesin e miratimit të saj. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për kurthe në shkelje të ligjit themeltar të shtetit. Ankimi i Partisë Demokratike, grupi parlamentar të Partisë Demokratike, nuk është për marrëveshjen. Ankimi i grupit parlamentar të PD-s rrezikon vetëm procedurën parlamentare, pra ligjin ratifikues të marrëveshjes, jo tekstin e marrëveshjes. Kjo antikushtetueshmëri në ligjin ratifikues do duhet të korrigjohet. Sikundër do duhet korrigjohet edhe fakti që marrëveshja nuk mund të jetë sekrete. Bardhi renditi 7 shkelje kushtetuese në procedurën parlamentare, që lidhen me mohimin e të drejtës së deputetëve për të njohur me marrëveshjen para votimit, mohimin e të drejtës për të kontrolluar përdorimin e fondeve publike, si dhe shkelje të tjera të kushtetues. Bardhi tha se për të evituar çdo shkelje, kishte biseduar para seancës me kryetarin e Kuvendit Niko Peleshi. Të shtunën në 25 korrik i kam komunikuar kryetarit të Kuvendit pozicionin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Dhe i kam kërkuar që të hënën bashkarisht të votojmë shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të marrëveshjes, i kam kërkuar që duke qenë se marrëveshja ka ardhur në Kuvend të premten, pra në datën 24 korrik, votimi i saj të kryej në datën 31 korrik. Kryetari i Kuvendit ka gjetur mirëkuptim, ka qenë urdhri politik i Edi Ramës që këtë marrëveshje me aleatin ton strategjik ta bëj PiS. Kreu grupit të Partisë Demokratike tha se nga 74 deputetë mazhorancës që votuan marrëveshjen në seancën e Sanës, shumë pak prej tyre kishin lexuar atë. 55 deputetë nga 74 që kanë votuar për ratifikimin e marrëveshjes, kanë votuar pa e lexuar marrëveshjen, sipas informacionit zyrtar të Kuvendit. Për gazetarët, Bardhi pohoi se ka njoftuar ambasadën amerikane për padinë në gjykatën kushtetuese. Pa diskutim që e kam vënë dieni dhe kam komunikuar me ambasadën e Shtetit Bashkuara të Amerikës mbi shqetësimet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kreu i grupit demokrat theksoi se nëse gjykata kushtetuese shqyrton këtë çështje me përparësi dhe eventualisht ta pranoj padinë, parlamenti mund të rimbledhet në seancë të jashtëzakonshme dhe marrëveshja të votohet bazuar në përcaktimet kushtetuese. Një raport monitorimi i Këshillit të Evropës ngresh shqetësimin se ndryshimi i hartës territoriale në Shqipëri nuk do të zgjidh problemet me të cilat përballet pushteti vendor. Sipas raportit të bërë publik nga BIRN, reforma duhet të fokusohet tek decentralizimi i mëtejshëm i qeverisjes vendore në kompetenca dhe funksione, si dhe mbështetje financiare më e lartë dhe e barabartë për njësitë. Po ashtu kërkohet që harta territoriale të hartohet në konsultim me komunitetet lokale. Këshilli i Europës sugjeron se një reformë e re territoriale në Shqipëri duhet të fokusohet tek decentralizimi i mëtejshëm i qeverisjes vendore në kompetenca dhe funksione, si dhe mbështetje financiare më e lartë dhe barabartë për njësitë, sugjerime që bien në kundërshtim me planet e qeverisë për një centralizim të mëtejshëm të këtij pushteti, duke propozuar më pak bashki. Sipas BIRN, një raport parapreh monitorimi mbi zbatimin e Kartës Europiane të vetë qeverisjes vendore në Shqipëri, i raportuesve Anders Kneip dhe Soren Schumacher sugjeron që çdo ndryshim i hartës administrative të bazohet në konsultim real me pushtetin vendor dhe komunitetet lokale, pasi të jetë vlerësuar me kujdes reforma e vitit 2014. Majoranca socialiste në një studim analitik dilte në përfundimin se harta aktuale nuk i përgjigjet më realitetit demografik dhe ekonomik të vendit, duke propozuar si mekanizëm të rritjes së efikasitetit një riorganizim territorial. Ndryshe nga analiza e EPS-s, projekt raporti i Këshillit të Evropës e zhvendos analizën tek shkaqet që kanë prodhuar këtë performancë të dobët, siç janë centralizimi i kompetencave, autonomia e kufizuar, financimi i pamjaftueshëm dhe mungesa e burimeve administrative. Raportuesit e KIE ngren shqetësimin se kjo nuk do të zgjidhë problematikat, duke sugjeruar se performanca e qeverisjes vendore kërkon decentralizim të mëtejshëm, rritje të kompetencave dhe burimeve financiare të bashkive. Reforma e re strukturore e propozuar, e cila pritet të sjellë bashkime të mëtejshme të njësive të qeverisjes vendore, ndan opinionin publik dhe përfaqësuesit vendor, kryesisht sipas vijave politike. Vëret në dokument, raportuesit theksojnë se ekziston një mospërputhje mes bashkimit të mëtejshëm të bashkive dhe centralizimit të vazhdueshëm të disa shërbimeve publike. Ata vlerësojnë se pushtetit lokal në Shqipëri duhet i besohet një rol më i madh në ofrimin e shërbimeve publike, ndërsa qeveria argumenton se bashkive u mungojnë kapacitetet për të administruar në mënyrë të pavarur fusha
si arsimi, furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbetjeve, raportuesit theksojnë se në frymën e Kartës Europiane të vetë qeverisjes vendore, përgjigjja e duhur nuk është centralizimi, por forcimi i kapaciteteve administrative dhe financiare të pushtetit vendor. Sipas raportuesve për shumë funksione të detyrueshme, bashkitë nuk gëzojnë kompetenca të plota dhe ekskluzive, por kufizojnë në zbatim mekanik të vendimeve ose mirëmbajtje institucionale. Vëzhgimi i raportuesve del në përfundimin se me përjashtim të qyteteve më të mëdha, pushteti vendor në Shqipëri është seriozisht i nënfinansuar dhe nuk disponon burime të mjaftueshme për të përmbushur detyrimet ligjore. Prokurori i SPAK Adnan Xholi është kandidati i parë që ka shprehur interes për garën për prokuror të përgjithshëm. Xholi ka dorëzuar aplikimin e tij pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë për postin e prokurorit të përgjithshëm. Lajmi konfirmohet nga KLP, e cila ka marrë në administrim dokumentet. Mësohet se afati për dorëzimin e kandidaturave për postin e prokurorit të përgjithshëm përfundon më një gusht, ndërsa pritet të paraqiten edhe kandidaturat të tjera. Mandati i prokurorit të përgjithshëm është 7 vjeçar pa të drejtë rizgjedhjeje. Mandatin e parë pas ndryshimeve të reformës në drejtësi e mbajti Olsian Çela, të cilit i përfundon në muajin dhjetor. Monika Kryemadhi kundërshtoi në gjykatën e posaçme provat e paraqitura nga SPAK, duke i cilësuar ato si të interpretuara në mënyrë selektive dhe jashtë kontekstit. Gjatë procesit në themel që zhvillohet ndaj Ilir Metës dhe Kryemadhit, kjo e fundit, teksa mohoi akuzat, vuri në pikpyetje për fshirjen e Metës në këtë pjesë të çështjes. Sipas tyre, procesi është i motivuar politikisht. Në gjykatën e posaçme ku po zhvillohet gjyqi në themel ndaj ish presidentit Ilir Meta dhe ish bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi, kjo e fundit paraqiti kundërshtimet e saj ndaj provave të SPAK. Kryemadhi deklaroi se aktakuza është ndërtuar mbi interpretime dhe deduksione të komunikimeve elektronike, duke pretenduar se një pjesë e mesazheve dhe emaileve janë shkëputur nga konteksti për të rënduar pozitën e saj. Sipas Kryemadhit, janë 70 faqe vetëm për fibrën optike dhe se provat shkresore nuk vërtetojnë ndërhyrje. Organi i akuzës më numërojnë qimet e shtëpisë dhe mi nxjerr në media. Nga 167 emaile që ka me Adrian Shatkun, SPAK ka përdorur vetëm 4, ndërsa të tjerat nuk kanë lidhje me akuzën, u shpreh ajo. Sipas Kryemadhit, në dosje janë përfshirë mesazhe të veçuara si komunikimi u firmos nga gjithë ministrat dhe përgjigja shkëlqyer, të cilat sipas saj nuk provojnë asnjë veprim të paligjshëm. Ajo shtoi se vendimi i qeverisë për të cilin bëhet fjalë nuk ishte miratuar nga Ministria e Inovacionit dhe se komunikimet janë interpretuar në mënyrë selektive. Gjatë seancës, Kryemadhi ngriti gjithashtu pikpyetje për përfshirjen e Ilir Metës në këtë pjesë të akuzës. Nëse në komunikime janë Monika Kryemadhi, Adrian Shatku dhe Edi Rama, ç'punë ka Ilir Meta? Standardi duhet të jetë i njëjtë për të gjitha provat. Janë marrë vetëm komunikime selektive në një kontekst krejt tjetër. Asnjëra nuk përmban ushtrim të ndikimit të paligjshëm, deklaroi ish deputetja në sallën e gjyqit. Si Ilir Meta, ashtu edhe ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi nuk i pranojnë akuzat e SPAK dhe pretendojnë se procesi ndaj tyre është i motivuar politikisht. Ata akuzohen për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Meta ndodhet në parapurgim që prej 21 tetorit të 2024-s, ndërsa Kryemadhi po gjykohet nën masën e detyrimit për paraqitje. Një 65 vjeçar në Pogrades ndroi jetë pas një aksidenti në punë. Mësohet se viktima Kristaj Çulaku ishte duke prerë me troko një pjesë metalike në banesën e tij dhe dyshohet se mjeti i punës i ka shpëtuar nga duart. 65 vjeçari ndodhej vetëm në shtëpi ndërsa ndroi jetë në spital. Mëngjesi kësaj të mërkure rezultoi tragjik për një 65 vjeçar në Pogradec, i cili ndroi jetë teksa po punonte në banesën e tij. Ngjarja e rëndë ndodhi në fshatin Tushemisht, ku 65 vjeçari Kristaj Çulaku ishte duke prerë me troko një pjesë metalike, ndërsa mësohet se mjeti i punës i ka shpëtuar nga duart, duke i shkaktuar plagë të rënda në trup. Ishin fqinjët e familjes Çulaku ata që njoftuan shërbimin e urgjencës, të cilët po ashtu hedhin akuza ndaj spitalit të Pogradecit për dërgimin me vonesë të autoambulancës në banesën e 65 vjeçarit. Kico jo dha ujë se përmend nuk u përmend fare? Fare, vetëm të of. Shikoj në sy të mua, thira njerëzin se
më driqin duar ashtu si ta prek. Infermierja i erdhi e fshatit, ndërsa ambulanca ka ardhur shumë e vonesë. Me mbërritjen e autoambulancës, 65 vjeçari Kristaq Çulaku u transportua në spital dhe pavarësisht përpjekjeve të mjekëve nuk mundi t'ju mbijetonte plagëve të marra, po ashtu mësohet se viktima ndodhej i vetëm në banesë në çastin kur ndodhi incidenti që i mori jetën. Dy familje u përfshin në një sherr të dhunshëm në fshatin Dedaj të Pukës pas një konflikti të hershëm për motive pronësie. Por rrjedhoi 2 persona përfunduan në spital, ndërsa Komisariati i Pukës njoftoi se u arrestuan Isa dhe Fation Shkreli, babe Birsi dhe Gramozi Strefi, fqinj me njëri tjetrin. Një mosmarrveshje mes 2 familjeve në Dedaj të Pukës e dyshuar për motive pronësie përfundoi me përplasje me sende të forta dhe mjete prerëse. Sherrri ndodhi mbrëmjen e së martës, ku 67 vjeçari Isa Shkreli dhe i biri Fation Shkreli u konfrontuan me 34 vjeçarin Gramozi Strefi dhe 3 familjarë të tij. Familja Shkreli pretendon se anëtarët e familjes së Strefi kanë shkuar në banesën e tyre duke i sulmuar brutalisht, dëshmi që e kanë dhënë edhe në policinë e shtetit. Sipas tyre, sulmi ka qenë i paramenduar dhe i mirë organizuar. E kam vajnë plagosëm atje, e shtetin na fundërbu, vëlla. Na kanë ardhur të shtëpia ato ne po na marr shteti peng. Nga ana tjetër, anëtarët e familjes së Strefi dhe dhëndri i tyre kanë deklaruar në polici se janë ofenduar nga 64 vjeçari Isa Shkreli, teksa ishin duke kaluar në rrugë, gjë të cilën nuk e kanë duruar, duke sjellë kështu për shkallëzim të konfliktit. Si pasojë e konfrontimit fizik dhe përdorimit të sendeve të forta, 34 vjeçari Gramozi Strefi ka fraktura në dorë, kurse motra e tij, fiqërete i Strefi, ka plagë në kokë. Edhe Fation Shkreli dhe babai i tij kanë marrë lëndime në kokë, ndërsa të gjithë janë jashtë rrezikut për jetën. Megjithatë, Komisariati i Policisë Pukë dha urdhër arresti për Isa dhe Fation Shkrelin, babe bir, si dhe për Gramozi Strefin, ndërsa u proceduan penalisht 2 anëtarë të tjerë të familjes së Strefi. Pavarësisht se policia mbajti në vëzhgim të dyja familje që janë në konflikt prej gati 20 vitesh, të dyja palot thonë se do të hakmerren ndaj njëri tjetrit. Shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale sende dhe mjete të dyshuara që u përdorën gjatë konfliktit, ndërsa veprimet e mëtejshme hetimore do të vijojnë nga Prokuroria e Shkodrës. Edhe pse pagat në Shqipëri janë rritur në vitet e fundit, fuqia blerëse mbetet e ulët. Sipas Instat, paga nominale në 3 muajt e parë të 2026-s u rrit me 9.6% krahasuar me një vit më parë, ndërsa paga reale u rrit vetëm me 7%. Ekspertët vlerësojnë se rritja e pagave e nxitur nga mungesa e fuqisë punëtore dhe emigrimi, pa u mbështetur në rritjen e produktivitetit, ka ushtruar presion mbi çmimet. Pavarësisht të rritjes së pagave në Shqipëri, fuqia reale blerëse e qytetarëve mbetet dukshëm e ulët për shkak të inflacionit. Në 3 mujorin e parë të vitit 2026, paga mesatare mujore bruto arriti në 90.119.000 lek, ndërsa paga reale e korrigjuar me inflacionin ishte vetëm 73.822 lek, duke krijuar një hendek prej 16.297 lekësh, më i larti i regjistruar deri më tani. Sipas të dhënave të Instat, paga normale u rrit me 9.6% krahasuar me një vit më parë, ndërsa paga reale u rrit me vetëm 7%. Në 5 vitet e fundit, paga normale është rritur me 60%, por rritja e çmimeve ka gërryer një pjesë të konsiderueshme të kësaj rritjeje. Hendeku mes pagës normale dhe asaj reale është zgjeruar vazhdimisht nga vetëm 1.224 lek në fillim të vitit 2021 në 16.297 lek në 3 mujorin e parë të vitit 2026. Ekspertët vlerësojnë se rritja e pagave e nxitur nga mungesa e fuqisë punëtore dhe emigrimi, pa u mbështetur në rritjen e produktivitetit, ka ushtruar presion mbi çmimet. Si pasojë, edhe pse të ardhurat janë rritur, fuqia blerëse nuk ka ndjekur të njëjtin ritëm, ndërsa pensionistët mbeten ndër grupet më të prekura nga ky zhvillim. Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin gjatë këtij muaji janë kthyer në rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve. Mjekët rekomandojnë kujdes të shtuar që lidhet me të ushqyerit, ndërsa bëjnë thirrje për shmangjen e daljeve nga shtëpia nga ora 11 e paradites deri në orën 17 të pasdites, që konsiderohen orët e pikut të temperaturave ekstreme. Diell përvëlues, rrugë boshe në mesditë, njerëz që kërkojnë hije dhe kudo i sheh me një shishe ujë në duar,
Kjo është situata kategorik në Shqipëri, ku temperaturat e larta kanë përfshirë vendin, duke e bërë të vështirë përballimin e të nxehtit. Mjekët bëjnë thirrje për kujdes të shtuar, pasi ekspozimi i zgjatur në diell mund të sjellë pasoja serioze për shëndetin, veçanërisht tek fëmijët dhe të moshuarit. Frekuentimi i plazheve dhe i pishinave, ushqimi jo i ruajtur në kushte të duhura dhe më i lehtë për të kontaminuar, kontaktet e shpeshta që mund të kenë njerëzit në verë me njëri tjetrin, të gjitha këto bëjnë që të qarkullojnë disa infeksione që quhen ndryshe infeksionet e verës. Më të shpeshtat janë infeksionet gastrointestinale. Kryesisht paraqiten me disa simptoma, le të themi, të përgjithshme, që mund të jetë dobësi, temperaturë, pastaj fillojnë simptomat specifike, diareja, vjellat, dhe më vonë të shfaqen shenjat e dehidrimit, që mund të jetë i lehtë, i mesëm apo dhe i rëndë. Mjekja Marinela Basho rekomandon t'i kushtohet vëmendje mënyrës së të ushqyerit dhe konsumit të sasive të mjaftueshme të lëngjeve gjatë ditës. Duhet ushqimet të jenë të freskëta, të gatuara mundësisht në çast, sidomos për fëmijët, të ruajtura në kushte të sigurta frigoriferike dhe të shmanget sa të jetë mundur përdorimi i ushqimeve që nuk janë të ruajtura në mënyrë adekuate, jashtë të frigoriferit për orë të tëra. Sidomos duhet patur kujdes me pjesën e mishit shumë, me pjesën e bulmetrave ose dhe të vezës. Përdorimin sa më të shumë të lëngjeve. Kur themi lëngje, e kemi fjalën për lëngjet e përgatitura në kushte shtëpie mundësisht, jo për lëngjet të gatshme të blera. Uji mundësisht sa më shumë dhe lëngjet e freskëta frutash, gjithmonë nga pak. Për të shmangur pasojat serioze nga temperaturat e larta, mjekja Basho thekson se në oraret e pikut, ekspozimi në diell duhet të jetë sa më i reduktuar. Oraret e pikut nga ora 10-11 e paradites deri nga ora 16-17 e pasdites, ku rrezet UV janë të larta dhe të dëmshme për fëmijët dhe për të moshuarit, të shmanget ekspozimi i panevojshëm në diell. Mundësisht të qëndrohet në ambiente të freskëta, në ambiente të sigurta shtëpie. Specialistët theksojnë se shenja si marramendja, dobësia, temperaturat e larta trupore apo humbja e vetdijes kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme mjekësore. Përfundon seansa ndaj Monika Kryemadit në GKK, shkojmë live për ta ndjekur atë se çfarë po deklaron për gazetarët. Jo çfarë kanë bërë, por ata duhet të përgjigjen përballë gjykatës për të vërtetuar që këto vendime që kanë marrë në favor të Unified, a ka ndikuar Monika Kryemadhi apo Ilir Meta që ata të marrin një vendim, sepse faktikisht shkresat janë të rregullta, procedura është e rregullt, por prokuroria pretendon që kanë bërë ndikim palishëm. Atëherë prokuroria duhet i thrasë të gjithë personat që kanë firmosur. A ka ndikuar Monika Kryemadhi? A u ka premtuar gjë Monika Kryemadhi? A ju ka dhënë kundërshpërblim Monika Kryemadhi? Pra, prokuroria nuk i ka shteruar këto mundësi për të pyetur qoftë Edi Ramën apo edhe persona të tjerë funksionar, të cilët ju i kërkuat sot që të thirren si dëshmitar. Prokuroria që kur ka ardhur në kontrollin e banesës mamas time, ka ardhur me një objektiv politik. Ato pretendojnë, po të shikoni, si sa dhe prokurori, që ne kemi ardhur për kontrollin e banesës Fatime Kryemadhit. Por kur hyn në vendimin e gjykatës dhe kërkesën që ka bërë prokurori i çështjes bashkë me Altin Dumanin, çfarë thonë? Thonë që Fatime Kryemadhi ka bërë pagesa në llogarinë e Monika Kryemadhit. Monika Kryemadhi ka deklaruar deklaratën me Ema Çoku në ILDKPI. Pra, ka marrë deklarimin pasuror timin në vite dhe e ka ngritur si shkak, po themi, në gjykat për të vajtur për të ardhur kontroll në banesën e Fatime Kryemadhit. Pra, e gjente po i bi nga Kina për të vajtur në për krahë dhe ish bashkëshorti Ilir Meta. Kujtu tani mbasi jo, unë mendoj mbasi kuptoj se çfarë ka ndodhur, mbasi u lexua në seancën e kaluar vendimi, pra po themi, i sekuestros telefonit, pra nëse ky telefon është i Monika Kryemadhit apo i Fatime Kryemadhit, sot kuptoj përsëri procedurës se çfarë ka ndodhur dhe si ishte historia e fibrës optike, sepse unë mendoj që zoti Meta kishte perceptim vetëm nga dosja e akuzës. Kur dëgjoj sot se çfarë ka ndodhur, ballafaqimin e mesazheve me dokumentat shkresore, me emailët, tregon që gjithë procedura e fibrës optike nuk ishte një procedurë përfitimi, por ishte një procedurë zvarritje. Pra, nëse është dhënë një ekskluzivitet për 2 minuta nga një ministër, Adrian Shatku kishte 8 vjet që kërkonte për të marrë leje për të ndërtuar një fibër optike me paratë veta, me investimet e Exim Bankës dhe të Opikut, dhe nuk i jepeshte dhe bëheshin 5 grupe pune. Pra, brenda një viti ishin ngritur 5 grupe pune dhe sapo mbaronte një grup pune,
thonim do bëjmë riekspertim tjetër, pra një zvarritje. Përmes avokatit ti, Ilir Meta i kërkoi gjykatës pyetjen tuaj në cilësinë e të pandehurës gjatë procesit. A ju impresionon ky fakt që do t'i përgjigjen e pyetjeve të ish-bashkëshortit tuaj? Patjetër. Për çfarë është Ilir Meta atje? Ilir Meta ka 50 faqe artikuj gazetash, 35 faqe artikuj gazetash për Çes Dian, dhe të gjitha faqet e tjera janë në lidhje me telefonin tim. Dhe sot gjyqtari në fakt vërtet mërzitet. Por mua më vjen shumë keq që edhe ju jeni të detyruar, por mënyra se si është ngritur e gjithë historia dhe përralla e çështjes Meta Kryemadhi, është një histori e cila nuk ka pas në qëllim as zbulimin e të vërtetës, as luftën kundër korrupsionit, por ka pas linçimin dhe po themi eliminimin politik. Ju lexuat mesazhet me zotin Edi Rama, me kryeministrin e vendit. Po ka dhe të tjera. Ku ai një moment ju quan zemër. Mendoni se është bërë xheloz ish-bashkëshorti juaj teksa lexoni Po le të mesazhet? bëhet me motra sa vetëm thon zemër mua, ç'është problemi ka? S'ka problemi, ashtu më thon gjithë zemra, po nuk është aty problemi. Problemi është që mesazhet e mia me Edi Ramën. Po sepse po kam zemër. Problemet e mia me Edi Ramën vazhdojnë tek ligji i minjerave. Pra kur flasim për gjërat e tjera, kështu që zemra ime do vi dëshmitar ke gjyqim. Një sqarim të pozicionit edhe kam tek termi ndërveprimit. Ju tha që kam patur më shumë ndërveprim me zotin Rama se sa me zotin Meta. Po, është e vërtet. Çfarë ka ndërvepruar zoti Rama me zotin Shatku? Përmendet një drek, një darkë, pastaj një darkë tjetër. Dgjom. Ne jemi njerëz të cilët nuk jemi asocial. Dhe të pretendosh që politikanët duhet të jenë njerëz asocial, atëherë kot që janë politikan. Një politikan ulet edhe me një pensionist, ulet edhe me një gjimnazist, ulet edhe me një student, ulet edhe me një intelektual, ulet edhe me një pedagog dhe me një mjek. Të pretendosh që ne nuk kemi takuar me biznesmen, me prokuror, me gjyqtar, me polic, është absurditet. Dhe të mohosh që nuk kemi biseduar, po patjetër që kemi biseduar, sepse çështja e fibrës optike ishte në Shqipëri dhe vazhdon të jetë sot problem. Është një problem që ka të bëjë me teknologjinë, ka të bëjë me zhvillimin e tregut, ka të bëjë me shumë gjëra të tjera se s'du me i përsërit ato. Dhe komunikimi im me Edi Ramën ka qenë sepse dhe vetë Edi Rama, edhe emailin të cilin s'paku në akuz nuk e ka cilësuar si takimi me Ramën, e thot vetëm që Adriani e çon këtë email Monikës, por emaili ishte specifikisht për takimin që unë do bëja me Edi Ramën për të shpjeguar përfitimet që prodhonte broadbandi. Dhe nuk ka asnjë gjë të keqe dhe as nuk e gjykoj në këtë gjë, sepse çështja e fibrës optike apo edhe çështja e sistemit dhe e zhvillimit të tregut digjital, ne në 2004, për shembull, a dini ju që prokuroria ma quante mua sekret shtetëror Google Map? Por në atë kohë Google Map nuk e hapje dot në telefon në 2014. Google Map duhet të hapje vetëm në desktop, në kompjuter me, kështu që si mund të quash ti në akuz në 2026-ën ka përdorur Google Mapin sekret shtetëror. E para, e dyta, pse merr vetëm emailin që ka bërë lidhje në komunikimin me fibrën optike me Ministrinë e Inovacionit, me dy individ, dy zyrtar të cilët po çonin një informacion. Pse nuk merr emailet me gjithë ministrat e tjerë dhe me gjithë ministritë e tjera që unë i kam në telefon, cila është problematika që ka ndodhur. Dhe tjetra, në këtë këndvështrim unë do ta shikoja që unë kam qenë antare Komisionit Veprimtarive Prodhuese dhe kam qenë e identifikuar nga struktura ime politike përsa i përket çështjeve të telekomunikacionit. Pse? Sepse kisha edhe dieni, edhe informacion, por edhe mundësinë e komunikimit me ekspert të kësaj fushë. Organi të akuzës i bën përshtypje pse më thot mua Adrian Shatku, monopoli i tregut dëmton ekonominë, dëmton këto, dëmton. Po pse se bën përshtypje emaili zyrtari zotit Agaci, Vali Bishgës dhe Milena Aritos që thon, Monika, këto janë 3 kandidatët tanë për bordin e AKEP-it? Kjo nuk quhet ndikim i paligjshëm? Por këtu nuk është ndikim i paligjshëm, sepse si në rastin qoftë për fibrën optike, qoftë për çështjen e plusit që do ta sqarojmë në seancën tjetër, qoftë edhe për çështjet e Vodafonit, ajo që është që unë kam komunikimin tim si deputete e Komisionit Veprimtarive Prodhuese. Po t'isha e Komisionit Shëndetësisë do merresha me ilaçet. Po t'isha me arsimin do merresha me librat dhe me arsimin. Isha ke Komisioni Veprimtarive Prodhuese, u mora me këtë gjë. T'isha ke Komisioni Integrimit do merresha me integrimin, edhe pse nuk besoj asnjëherë. I cili sot është ambasador. A mund na i kujtoni edhe një Kur të vi procesi interkoneksionit do ta shikoni dhe vërtet më vjen shumë keq për mënyrën dhe metodologjinë që thash dhe kërkova ndjesë dhe për veten time, nuk kërkova ndjesë
vetëm për ata, kërkoj ndjes sepse nga njëherë bindja politike të verbon për të evidentuar ato që duhet. Ti vërtet nisesh për të bërë diçka që është në funksion për një djalë që është shkolluar jashtë, për një njeri që komunikon, ka një prezencë, dhe ndërkohë, kur dëgjon dhe proces verbali dhe lexon proces verbalin e një mbledhjeje, është e frikshme se si institucionet e shtetit janë përdorur si gjoba kundër bizneseve, edhe bizneseve ndërkombëtare, edhe bizneseve shqiptare, apo edhe strukturave tjera. Nuk e them do tani se duhet ta them në gjykatë. Pas ka rëndësime, ambasador kemi, sa ka Shqipëria? 36 apo 136? Jo, ka të ndorëheqje. Edhe një gjë shkurtimisht nëse mundesh. Background takimi me Ramën çfarë përmban? Background nuk ishe ti aty sa kur e thashë? Po ta çoj prap. Backgroundi për takimin me Ramën ishte për sa i përket të tregut të fibrave optike dhe të telekomunikacionit, se si kjo gjë mund të zhvilloheshte për të krijuar hapësirë, për të krijuar më shumë vende të reja pune dhe për të krijuar hapësinë dhe zhvillimin e ekonomisë. Nëse ne do të kishim bërë atë plan, po themi të zhvillimit të fibrave optike, sot Shqipëria do të ishte porta hyrëse kryesore për gjithë Europën juglindore dhe më tej dhe për Azinë. Sot fibrat optike janë në ujore, të cilat kanë kosto shumë të madhe mirëmbajtje dhe kanë një, po themi, sepse duen anijet specifike, robotot e tjera. Dhe kostoja në tuit e brësu që kryon detin. Ndërsa, një fiber optike nën toksore, e cila vinte direkt nga Frankfurti, në Shqipëri e bën të Shqipërinë, po themi, distributorin kryesor të shpërndarjes së internetit. Dhe jo vetëm kaq, por dhe për menaxhimin e të dhënave dhe datave, e cila sot është bërë një nga problemet kryesore. Pra, nëse në 2014 flisja për M5-ën dhe për fibrat optike, sot kam ëndër që shqiptarët paguajnë me shenjat e duarve, të mos kenë ma as telefon, as EPP, as karta krediti, po thjesht ose me shkel me syri, ose me hi-fi. Faleminderit dhe juve, s'kam pushime vlla. Që pushime të vazhdoj me dosjen, do studioj. Kam edhe 4 seksione, kam seksionin e interkoneksionit. Do që mësonjër Monika Kryemati, me njërë pas përfundimit të seancës në GKK, do të shkëputemi për publicitet tani dhe do të vjojmë pas pak transmitimin ton të drejt për drejt me tëftuarit e ditës dhe çështjet e aktualitetit. Pas pak.